kemi fëmi, mirë se vini tek perimet. Unë jam Bob Domatja. Korsa, unë jam Leri Kastraveci. Dhe jemi këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja. Ej, Bob, atë kujtohet balada e Joy të vogël? Po. A nuk ishte goxha shfaqe? Sigurisht, Leri, ishte e shkëlqyer. Sa të bukur janë ato filma, apo jo? Nuk është të thënë mendoj unë, por edhe mua më pëlqen her pas here kjo gjë. Sami, letra për sot vjen nga Wesley Thomas nga Carlsbad, New Mexico. Wesley shkruan: Të dashur Bob dhe Leri, a mund të luani një seri të baladës së Joy të vogël? Miku juaj, Wesley. Leri, kjo është një letër e këndshme, por ne u përgjigjemi letrave për fëmijët që kanë dilema morale dhe etike. E telkush? E kupton fëmijët që kanë pyetje se kush është e drejtë dhe e gabuar, që duan të dinë se cila është gjëja e duhur për të bërë. Sakt. Prandaj them Wesley, një seri e Joy të vogël është gjëja e duhur për të bërë. Por a thot letra ndonjë gjë për sa i takon problemeve që nuk dëgjojnë prindrit apo që humbin interesin ndaj shkollës? Jo, por tani që e përmende, unë mora këtë tjetër nga zoti Semi Tidwell nga Brentwood, Tennessee. Të dashur Bob dhe Leri, mos e humbisni këtë mundësi të gëzueshme për të përfituar nga shkalla e ulët e interesit që kemi. Kush fshihet tek letrat e tua? Nuk e di. Shiko, Leri, jam i sigurt që një seri e baladës Joy të vogël do të ishte e mirë, por dëgjoj këtu. Të dashur Bob dhe Leri, unë zihem shumë me vëllezërit e mi. Këtë javë në kish unë mësova se duhet të tregohem e dashur, e gëzuar, paqësore, e duruar, e sjellshme, edhe e mirë, miqësore dhe me vetë kontroll. Unë e di se Perëndia dëshiron që unë t'jem e tillë me vëllezërit e mi, por unë nuk mendoj se jam e bindur sa duhet. Çfarë duhet bëj? Mikesha juaj, Liza. E shikon Leri, kjo është ajo lloj letre që i përgjigjemi në shfaqjen tonë. Prit një minutë. Unë kam historinë e dur për Lizën. E ke? Po, është historia e Mos dhe Eksodit të madh. Mo edhe Eksodi i madh, Ose siç e quajnë indianët, i huaj i vetmuar. Të dyja janë nga pjesa e dytë e Joy të vogël. Mblidhe filmin. In the great painted desert a long time ago, twixt the feet of the Rockies and the Bighorn Plateau, lived a man of great calling, a man of great skill. In the city of Dodgeball they sing of him still. Oh, lone stranger, your mask hides your face, who you are we can't say. Oh, lone stranger, they sing hi-ho sliver away. Për të treguar historinë e të huaj të vetmuar, duhet ta fillosh me heroin e parë të madh të qytetit të padjekshëm, që është Joy i vogël. Tani, Joy i vogël ishte sikurse mund ta quhonim një vizionar, por ëndrrat që kishte i mërzitën vëllezërit e tij, që e shitën atë tek një grup kriminalësh. O zot! Dhe pasi udhëtuan në një kurs zigzag, ai përfundoi në qytetin e Topadjeksit, ku puna e tij e rëndë dhe karakteri i ndërgjegjshëm e quan atë në burg. Por me ndihmën e Perëndis, ai e çliroi kryetarin nga një problem, duke zbuluar se po afroheshin kohë shumë të vështira. Kryetari ia fali atij dënimin dhe i dha një punë në drejtimin e emergjencës. Joy i vogël e organizoi qytetin, mblodhi ushqime për 7 vjet dhe zgjidhi problemin. Gjithashtu ai shpëtoi edhe familjen e tij. Ai i fali vëllezërit e tij që e shitën atë dhe i vendosi në vende të mira për të jetuar atje në Topadjekshi. Por kohët ndryshuan. Pasi Joy i vogël dhe vëllezërit e tij kaluan nga kjo jetë, pasardhësit e tyre u shumuan një lloj si qend, derisa kryetari i ri dhe njerëzit e qytetit filluan që të shqetësoheshin se mos i pushtonin. Prandaj ata vendosën aty shefa ku punonin bijtë e Joy të vogël që t'i pikëllonin ata me barra të rënda dhe t'i nështronin. They set him to digging with shovels and picks, and drove him to building with boulders and bricks, till tired and battered they fell to their knees and cried to the heavens, "Deliver us, please." Oh, lone stranger, your mask hides your face, who you are we can't say. Oh, lone stranger, we sing hi-ho sliver away.
We work like the dickens, but don't get no pay. Oh, lone stranger, please come take us away. We really don't want to stay. I've had a really bad day. Singing hi-ho Slitter, hey way. Çfarë nuk shkon kryetar? Ata janë shtuar shumë, White. Kush janë shtuar shumë? Janë shumë punëtor. Shikoj të gjithë. Kjo është shumë mirë kështu. Dua të them, nuk mund të gërmosh kanionin e madh, të ndërtosh lugina monumentale dhe të lyesh kretëtirën me pak veta. Por çfarë ndodh nëse ata të gjithë së bashku vendosin që të mos kenë më interes për të punuar pa pagesë? Tani e kuptova. Po çfarë duhet të bëj unë tani? Dobësoje tufën. Të dobësoj tufën? Kupton? Sigurohu që të mos jenë kaq shumë. Po nuk jam i sigurt se... Grumbullo të gjitha foshnjat të meshkuj dhe dërgoj ata për tek lumi. Tek lumi, the? Po, sigurisht, për tek lumi. Kështu kryetari mendoi se plani i tij ishte tepër i zgjuar, por Perëndia e kishte syrin e tij mbi një djalë të veçantë që do ta përdorte për të rregulluar të gjithë rrëmujen. Çfarë është kjo? Now I've been told when you pan for gold out west of Illinois, it ain't rare to find a bear but not a baby boy. Them të ta emrin Grimc. And if you do, one thing is true, if to kindness you are prone, you'll line your pack with bubble wrap and take that baby home. E gjeta, do ta quaj Mo. Ka kuptimin kërkojar dhe gjej një foshnjë. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, she picked him up and named him Mo. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, she took that baby home. She named that baby Mo. Sinqerisht, juaj kryetari Nezer. Mirë, pra ma lexo përsëri? Pik. Zivi, pik. S'kemi zemra ime. Ndonjë fat sot? Unë gjeta një foshnjë. Sa mirë. Çfarë? Oh, little Mo began to grow, but not as strong as others. Couldn't hold a cup or measure up to his big zucchini brothers. To compensate, little Mo got great at working on his draw. He'd knock you flat if standing at the wrong end of that ball. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, look out for that mighty throw. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, man, that boy can throw. The boy that we call Mo. In his defense, it made good sense, but made his mother nervous to take those skills and pay his bills through a life in public service. He joined the Corps, a badge he wore, zucchinis for companions. With mom's consent, soon off he went to guard over the canyons. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, standing high and looking low. Singing hi-yo, the boy can throw, that's our brother Mo. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, standing high and looking low. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, he's not that big, we know, but man, that boy can throw. the boy that we call Mo. Jimmy!
ndihmoj. Nuk kam nevojë për ndihmën tënde. Unë thjesht desha E ba shumë vonë për ta bërë këtë, apo jo? Duhet të jetë gjë e mirë të rritesh i llastuar në shtëpinë e kryetarit. Në vend që të jesh këtu duke thyer kurrizin së bashku me pjesën tjetër të fisit tënd. Nga e di e këta? Motra jote i tha disa miqve. Ata i than disa miqve të tjerë dhe unë mendoj se të gjitha din tashmë. Më kuptove? E din ata? Madje, ti dukesh kopje si vetë Joey i vogël. Sigurisht që ai do të pështynte nëse do të shikonte duke mbajtur atë simbol. Tradhtar. Çdo gjë në rregull këtu, mo? Po, çdo gjë është në rregull. Sigurisht që gjërat janë në rregull kur kryetari është babagjyshi yt. Ne që të gjithë e dim mirë se vendi yt i dur është këtu poshtë. Mos po të mërzit gjë ai? Po, edhe çfarë pastaj? Mos ma kthej fjalën mua. Ska gjë, Bill? Jo, ka që të s'keme gjë. Askush nuk ma kthen fjalën mua. Dhe dua të them veçanërisht një pasardhës i mbaruar i Joey të vogël. Lëre të qetë, Bill. Të duket se të duhet një mësim i vogël për të respektuar e prorët e tu. Lëre të qetë, Bill. Kaq mjafton. Ndal! Po, e drejt. Ai e hodhi Billin në lum. Ai do ta lëndonte Charlie. Unë po ju ndihmoja. Po e mori vesh kryetari, jam i mbaruar. Ç'keni djema? Jemi tanët. Duhet të më fshini. E çfarë pastaj? Mos do që të na vrasësh edhe ne? Çfarë po ndodh këtu? Nëse jeni atë, ma sillni mua. Këtë herë merrem vetë me të. Do ta hedh në lum. Tani mo, nuk kishte gjë tjetër për të bërë, përveç të ngjitej kodrave. Ai bëri disa zigzake për ta mbajtur kryetarin dhe bandën e tij larg gjurmëve të tij. E si pasojë, Mo ja doli deri tek shkëmbit ku ishte i sigurt. E po, përveç arrinjve. Shtëpi në këtë vend, ku dreri dhe trenusha dë frej. Kur rrallë të gjohet, një fjallë që zdurohet, dhe fuqit e bukur shkëlqej. Por fatmirësisht për Mon, arrinjtë nuk janë të vetmit që jetojnë në përmale. Eja, Zipi! A je jetur, shoku? Oh, wow, Zipi! është më e rëndë se sa herën e fundit. Më vjen vërtet keq. S'ka gjë! Më trëmbe shumë. Pa shiko, je si një pikuje gjatë. Jo, aq i gjatë. Ti duhet të shohësh vëllezrit. Të ra kapelja. Faleminderit. Goxha buall. Çfarë ishe duke bërë në fund të pusit? Ariu. Ariu? Mos përsëri. Hey! O lodha zë vrabuari. Dhe as që kam dërmën të kthehem tek ai pus. E po mirë, Ari. Gjej një kastraves tjetër për ta ndjekur.
Unë do të mbaj këtë këtu. Wow, kjo që bëra ishte një gjë shumë kurajoze. Kështu mendon ti? Mua më quajnë Sally, ndërsa ky është Zipi. Ç'kemi Sally? Dhe Zipi? Kësojmë që u takova. Unë quhem Mo. When the larks go tweet, a tweedle-deedle-dee, and the doves say coo, a cootie-ootie-oo, and the sun hangs high in the Rocky Mountain sky, you know it must be love. Duhet të jesh i uritur. A dëshiron të hash darkë bashkë me ne? Zonjë, mjaft e sjellshme që ma kërkon këtë. Do të doja. Tani, disa lidhje krijohen në fabrika fosfori, ndërsa disa të tjera krijohen në parajs. Atëherë në të dyja rastet gjithçka fillon me pak kimi. Oh, when the ducks go quack, a wacky, wacky, whack, and the owls say hoo, a hootie-oo, and the stars shine bright in the Rocky Mountain night, you know it must be love. E po, Sally dhe njerëzit e saj ishin shumë mirënjohës ndaj Mos që e shpëtoi atë nga riu. Dhe Mo ishte shumë mirënjohës që ata e vlerësuan atë. Dhe megjithatë, për çmërsi dhe mirësjellje që po zinte vend, nuk kaloi shumë derisa ata të gjithë ishin mirënjohës. Po, Mo dhe Sally u lidhën dhe krijuan një familje. Oh, when the bees go buzz, so buzzy wuzzy was, and the little butterflies a flutter tutter by, and the clouds float fair through the Rocky Mountain air, you know it must be love. Mo e mori jetën familjare si gjalpi mbi biskot. Kishin ikur ditët kur ishte eroe te kamioni dhe hidhte topadjeksin. Dhe tani Mo nuk mund të godise manën në gjërë të hambarit me një topadjekës. Madje as e provonte. Ai ishte i kënaqur që kujdesej për familjen e tij dhe shëtiste Zipin. Oh, thank the Lord above, you know it must be love. Shoku, le të bëjmë një shëtitje. A u kujtove për ashklë? Po, nuk dal kur pa të. Mo e quajti shkopin e tij Ashkël, për shkak se ishte një ashkël druri që e shkuli nga ajo pema të ditë që takoi Sellin. Ai nuk shkonte në asnjë vend pa të, por të gjitha rit që ishin rreth e rrotull. Tani në shumicën e historive, kjo mund të ishte ajo që ne mund ta quonim një fund i lumtur. Pa shikoni, ai madje po ecën drejt perëndimit me bollën e tij. Po kjo është ndryshe nga shumica e historive, dhe unë dyshoj se sapo ka filluar. Ç'kemi? Kush është aty? E po mirë, Ari, unë kam ashklën, të sugjeroj të mos afrohesh. Mo nuk ishte parë kur më parë një ferishte që digjej. Kjo ferishte, jo vetëm që digjej, por dukej sikur kishte një mendje të vetën. Tani nëse kjo do të ishte një djegje zakonshme dhe një ferishte që fliste, historia do të përfundonte me perëndimin e diellit. Por vetë Perëndia po e përdorte këtë ferishte që të fliste me Mon. Perëndia i tha se kishte një punë që duhet ta bënte. Çfarë? Kush unë? Perëndia i tha atij se kishte dëgjuar të qarët e familjes së Gjojit të vogël dhe se ai po e dërgonte Mon që të shkonte tek kryetari dhe t'i thoshte se duhet të largoheshin nga qyteti. Por, kush jam unë që të shkoj te kryetari? Pa më shikoj, jam i dobët. Unë kam qenë shumë mirë me topadjekësi, por këtë gjë e kam haruar. Perëndia i tha Mos se ai do ta ndihmonte atë, se do të ishte forca e Mos. Po sikur njerëzit mos të më besojnë kur të them se ti më ke dërguar mua. Thuaj, unë jam ai që jam, tha Perëndia. Thuaj atyre që ai më ka dërguar tek ju. Mirë pra, e kuptova. Do i them që ai më ka dërguar tek ju. Po, e po mirë, dakor, e kupton, sigur ata të thonë, po si jo. Ky është ashkla. Është shkopi i mjecjes dhe trembësi e rinjve. Ta edhë në tokë. Mirë pra.
Perëndia I tha mos që të kapte gjarpërin. Mos është gjarpër me zile. Te për helmues. Mirë, Perëndi, mendoj se mund ta bëj këtë. Por, a mund të kërkoj një nder? Kam këtë problemin e të folurit në publik. Vërtet, më të merron mua. Çfarë? Ti imagjinoj të gjithë me mbathje? Po, u përpoqa, nuk funksionoj. Më ke futur gjithë të ankth. Perëndia I tha mos që do të sillte dikë që ta ndihmonte me të folurin në publik. Kështu moja u kthye për t'i treguar familjes se duhet të nisej për një çështje pune, punën e Perëndisë. Eja, Zipi! Faleminderit për kostumin e ri, Sally. Je I mirë pritur, mo. Do të duhet. Do t'ishte më mirë sikur kryetari mos të njihte, sepse do të hedh në lumë. Oh, se për pak harrova. Duhet të tregosh kujdes tani. Do të më marr malli, Sally. Gërgin, dëgjoj nënën tënde tani, more vesh. Miru pafshi, mo! Tani shko dhe bëj atë që të tha Perëndia. Ti e grua e mirë, Sally. Mirë, Zipi, le të shkojmë. Zipi? Ej, o ashkël! Nisu! Miru pafshim, shpresoj t'ja kaloni mirë dhe të kujdeseni për njëri tjetrin. Përshëndetje kryetarin nga unë. Ç'kemi? Ej, mirë në të folurin në publik. A të duhet në njerë të përdorësh trukun, imagjinoj të gjithë me mbathje. Mo! Shht! Ka e ti e emrin tim? Jam Maroni, vlla I yt. Për çfarë e ke fjalën? Ti nuk je një kungull. Oh, pa prit pak. Ti e vllai im, apo jo? Vllai, unë isha adoptuar. Plus posteri që je I kërkuar është ende I ngjitur në qytet. Të gjithë në 100 kilometra larg ta dinë emrin. Më mirë mba e vën atë maskën. Unë nuk të njoha me maskë për shembull, dhe kjo është gjë e mirë. Kryetari është ende I nxehur me ty. Mo I tregoi Aronit gjithçka që Perëndia I kishte thënë atij dhe për të gjitha shenjat e mrekullueshme që I kishte dhënë atij për t'i kryer. Do me thënë, unë do të flas, ti do të bësh atë gjën me shkop, ndërsa Perëndia do të bëj ç'mbetet për ne dhe do të lirohemi. Tamam ashtu. Në rregull. Po, unë mund ta mbyll dyqanin e sopatave? Ja, veç nëse do vet. Do të vi. A nuk mërzitesh pak këtu? Të mërësisht, por është më mirë se sa puna te kanioni. E di, lëkura ime është e ndjeshme, nuk e përballoj. Ej, shiko pak atje! Të huaj që kaloj në qytetin tonë? Që ka të të zezër? E po kjo nuk mund të ndosh. Presoj të mos e ndotat kapeli. Nuk e kuptoj fare. Çfarë je ti aty? Që ama e çuditshme që më kanë zënë sy. Te përgjigje. O qell, ç'po shohim? Hajde ta pyes. Çuditshme. Kush është ai aty? Më vjen keq, unë duhet. Prit pak. Ti ai punëtori që shet dhurata në të dalë të qytetit, apo jo? A nuk të mërzit? Është më mirë se kanioni. Më thuaj, kush është ky I huaj? Ka ardhur me ty apo ka ardhur vetëm fare? Po, ai është I huaj I vetmuar. I huaj I vetmuar, a? A di të flasësh ti I huaj? Ai ka pak turp. Ai preferon që të flas unë për të.
Ti haron të bleshën në një lloj koske për atë kapelen tënde të re i huaj? E po çfarë dëshiron? Nuk kam shumë kohë. Ehem, ja se çfarë thot Zoti Perëndi. Lëre popullin tim të shkoj. Çfarë the? Na lër të shkojmë, na liro, ne duam të ikim, s'ka më gërmime, s'ka grumullime, s'ka shitje sopatash. Lam du mirë, ormik. Ty lë të ikni? Zoti tha kështu. Po, pra ne thjesht do shohim çdo të thot kryetari. Më fal. Çfarë po ndodh? Ai po mban vetëm 20 karroca në orë. Unë jam i vjetër. 30 është minimumi. Nuk i mbaj do 30, unë jam 80. 30 është minimumi. Provoj një 30 në moshën time më smirë njohës. Kaq mjafton. Ti e dëgjove rojen, rregulli thot 30. Nëse nuk i bën 30, do të hedh në lum. Jo, të lutem. Merreni me vete. Mbaje këtë. Po plani. Askush nuk nxjerr topa djegësh në zyrën e kryetarit, përveç meje. Ju doni që unë t'ju lë të shkoni, e? E pas ju duket kjo. 60 karroca në orë, dhe kjo është për të gjithë. Dhe si shtesë, ju do të gërmoni pa lopata dhe kazma. Por si do ta bëjmë ne këtë? Gjeni vetë se si. Dhe ju mund të ktheheni tek njerëzit tuaj dhe t'u thoni atyre se u a bët akoma më të mjerueshme jetën. Tani ktheuni në punë. Nuk ka nevojë të thuaj se takimi i parë i Mos dhe Aronit me kryetarin nuk shkoi mirë. Dhe jo vetëm që nuk ju plotësuan kërkesat e tyre, por kryetari e dyfishoi nga kërkesën e punës për gjithë secili. Dhe nëse u habitët, bijtë e Gjojit të vogël nuk u vlerësuan as pak. Pra, ai tipi me maskë quaj i huaj i vetmuar, e? Ai duhet falenderuar për këtë. Ai është kokboshi më i madh që ka qenë këtu ndonjëherë që nga koha e Mos. Ha, pra s'të kujtohet ai? Ai tip hapte goxhat e lashe. Le të shkojmë në shtëpi, Zipi. Unë po i përkeqësoj gjërat. Nuk e di se çfarë po mendoja. Çfarë po bën? Ti nuk mund të ikësh tani? Por a e pe se çfarë bëra? Ata janë më mirë pa mua. Është e vërtet? Ha? Po kjo është e gjitha. Kur thjesht mbështetesh tek vetja, tek forcat e tua. Unë do të flas, ti do të bësh gjërat me shkop. Perëndia bën ç'mbetet. Ky ishte plani, të kujtohet? Plani i Perëndis. E po, mendoj se e prisha të gjithin atje. Mendoj? Dhe nëse nuk gabohem, kjo nuk është era e parë që e hap të lashe vetes me i topa djegës. Ej, kjo ndodhi shumë kohë më parë, dhe vetëm se u përpoqja të ndihmoja. Gjithë jetën tënde ke dashur të jesh i fort, por ajo që Perëndia të thirri për të bërë këtu është shumë më larg se sa forca jote. Pra nuk mund ta bëj këtë i vetëm. Unë mund ta bëj këtë vetëm nëse i lejoj Zotit që ta bëj. La ta da ta da, when the earth was born, who lit the light in the dark? Perëndia? Ke të drejt. When the rain came down, who drew the plans for an ark? Perëndia! Aha, shumë sakt. And in case you ever wondered, when old Abe turned 100, who took the reins and gave him diapers to change? Perëndia! Shumë sakt. Dhe kur... Në rregull, tani të kuptova. Nuk është forca ime ajo që do ta ndihmoj popullin tim, por Perëndia. Edhe me që Perëndia më thiri që ta kryej këtë gjë, ai do të më siguroj forcën e nevojshme. Unë do ta ndjek këtë plan. Kështu Mo dhe Aroni u kthyen për tek qyteti i Topadjeksit për të ndjekur planin e Zotit. Unë kam edhe 2 vargje të tjera. Uluni të gjithë pra, për të parë se si të kthehen ngjarjet. Edhe tani është koha e këngëve kotit të Lerit. Ajo pjesë kontrolloj pak shoku. Ej, unë dhe djemt kishim një ide tjetër për mënyrën si ta tregojmë këtë historinë e Mos. Apo jo, djema? Yo, listen to the boys and we'll tell you now. I'm losing your cool and having a cow. Can run you out when your lip gets flipped and get your mug up all over Egypt. On the banks of the Nile, born and raised in the grip of the pharaoh in his teenage days, chilling
his granddad Ramses went a whack Egyptian. Black belt kung fu. Started whooping it up on his homie Hebrew. Could have called the cops, stood back, but instead he took a big stick upside of his head. Oh, that's down in Egypt. Our troubles are severe. Na 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 na. The stress down in Egypt increases for each year. Na 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 na. Now word spread fast and he got all scared. He'd be better off by avoiding the pharaoh. He packed his bags thinking if he'd stay, they'd be punishing him in a capital way. Now Lord only knew, but he thought he might stay a while in the desert like a Midianite to disengage his rage and become equipped to return to his home as the Prince of Egypt. I guess down in Egypt, no moving day is near. Na 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 na. Unless the Prince of Egypt will take us out of here. Na 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 na. Hey! Jo, letrim tek muzika jon. Shihemi djema. Gjyshi ka qef këto Gucci. Mami yt do të kthehet shpejt o Gucci. Kush është stërgjyshi yt I preferuar? Kush do të bëhet kryetar një ditë? Kush do të Gucci? E po kërkoni? Ne jemi kthyer për t'ju siguruar se Perëndia e ka seriozisht. Dhe çfarë kuptimi pas ka kjo? Nëse ti nuk I lë të lirë punëtorët, do të përballohesh me pasoja shumë të rënda. Me falni? Të them ty o ashkël, jepi! Dhe çfarë? Ti do t'i kthesh të gjithë shkopinjt tanë në gjarprinj? Kam shumë frikë. Ky ishte gjarpri më I trishtuar që kam parë. Nuk mund të bëje një më të mirë? Ma zure në befasi. Punë e madhe, pra qënë ke më I mirë me gjerprinjt. Unë përsëri nuk do të lë njëri që të ikë. Ktheu përsëri te kasolja e dhuratave të tua. Dhe merr me vete atë që ka emrin, përpara se ta humb durimin. Pra, çfarë do të bëjmë? Tani në perëndimin e vjetër, të laheshe ishte një rast I veçantë dhe për kryetarin ky rast vinte çdo të shtunë në mëngjes. Por larja e kryetarit do të bëhej zyntë. Gjatë të gjithë javës së tij. Mirë mëngjes, kryetar. Përsëri ju të dy? A nuk ju thash? Perëndia më ka dërguar mua të them ty, lëre popullin tim të shkoj. Roje! Të them ty o ashkël, jepi! Ç'është kjo? Është lëng domatesh. Well, the river turned red, and the mayor wouldn't listen. Lëre popullin tim të shkoj! Kur? Të them ty o ashkël, jepi! Po këto që janë? And the prairie dog spread, and he still wouldn't listen.
lëre popullin tim të shkoj. Ja. Të them ty ashkël jepi. And the grasshoppers come, and the mayor wouldn't hear it. Të them ty ashkël jepi. Qëndroni larg për këtu ju. And the cattle fell dead, and he still didn't fear it. Të them ty ashkël jepi. And the pimples came up in every dimension. Të them ty ashkël jepi. Tornado! And the winds blew in, still he wouldn't pay attention. Oh, the river turned red and the mayor wouldn't listen, and the prairie dog spread and he still wouldn't listen, and the grasshoppers came and the mayor wouldn't hear it, and the cattle fell dead and he still didn't fear it, and the pimples came up in every dimension, and the winds blew in, still he wouldn't pay attention. Mo could not get through. Oh, what could he do? Mo dhe Aroni kishin bërë gjithë shka që i kishe kërkuar Perëndia, por kryetari ende nuk lëkondej. Kështu që një plagë e fundit po vinte mbi qytetin e Topatic, më e keqja dhe më e trishtueshmja nga të gjitha. Kjo ishte të mërshme. Por kryetari, ai ja kishte për vetes. Tani, Perëndia u tha bijve të Gjoj të vogël që të vendosnin një shenjë tek dera atyre që t'i mbronte ata. Por për pjesën tjetër të qytetit të Topadjeksit, të gjithë djemtë e sapo lindur u morën nga lumi. Ma, kryetari dëshiron të na takoj. Largoni. Shkoni larg, të gjithë ju. Shporuni nga qyteti i Topadjeksit. Dhe Zoti shkonte para tyre gjatë ditës në një kolonë reje për të drejtuar për gjatë rrugës. Ja, po largohen. Tani u liruam. Do të na duhet të gjejmë se kush do të bëjë të gjithë punën tani. Kush ishte ai njeriu me maskë? Është Mo. I huaj i vetmuar. Ai është Mo. Ai sa po hoqi maskën. Mje pa to. Mo. Mbledh një grup ushtarësh. Unë kam një pikë për të shënuar. Lugina e vdekjes. Ha? Perëndia dëshiron që ne të kalojmë në për luginën e vdekjes? Ne nuk mund ta bëjmë këtë. Kam për të na pjekur. Ndoshta mund i bijem rumbullak dhe të atakojmë ren nga ana tjetër. Unë nuk e di nëse... Jo tani, sa veta mund të mbaj bualli yt? A ka sjell ndonjëri atletet? Zotri! Nuk e shikon që ne kemi një problem. Që nga kryetari? Dhe pas ka një ushtri pas ti. Faleminderit shumë, Mo. Nuk duhet ishim larguar kur nga qyteti Topadjeksit. Do të ishim më mirë duke shërbyer kryetarit se sa të vdesim këtu në shkretë të tjerë. Ndoshta unë mund të kthehem dhe t'i kërkoj kryetarit të qetësohet me ne. A ka ndonjëri Topadjekës me vete? Aron, plani, të kujtohet. Unë veproj me shkopin. Jepi o ashkla ime! Jepi!
A shikoni atje lart? Çfarë po ndodh kështu? Unë nuk do t'ju lej që të ikni përsëri. Eni djema! Ç'është? Po, kjo s'më duket e mirë. In the great painted desert a long time ago, twixt the feet of the Rockies and the Bighorn Plateau, lived a man of great calling, a man of great skill, to trust the Almighty, his plan to Kjo që fulfill. bëra ishte një gjë shumë kurajoze. Ja, zoti e bëri. Unë thjesht ndogja planin. Oh, lone stranger, your mask hides your face, who you are we can't say. Oh, lone stranger, we sing hi-ho, sliver away. It's time for a manna buffet. We sing hi-ho, sliver. Wow, Larry, kishe të drejt. Kjo është historia e duhur për Lizën, a? E shikon të thash ty. Çfarë histori e bukur për forcën e Perëndis, edhe për ndjekjen e drejtimit të Zotit. Thuaj e prap. E kupton, forca e Perëndis, e gjithë çështja e historisë. Po, por unë po mendoja për të gjithë çështjen të grindesh me vllan. Liza ka një problem për sa i takon grindes me vllan, një lloj si mo. Veçse vëllezërit e tij luftonin atë. Ku e ke fjalën, a? Ajo që i duhet Lizës është një shkop. Thuaj e prap? Po, ai duhet ta lërë të qetë atë. Si mendon ti? Por, Larry, çështja nuk është fare këtu. Është koha që të flasim për atë që mësuam sot. And so what we have learned applies to our lives today, and God has a lot to say in his book. Nëse shkopi nuk bën për atë punë, bën top djeksi. You see, we know that God's word is for everyone, and now that our song is done, we'll take a look. Larry, kjo është historia e duhur për pyetjen e Lizës, sepse fliste për forcën e Perëndisë dhe ndjekjen e drejtimeve të Zotit. Kur Mo i bënte gjërat sipas mënyrës tij, ai përkeqësonte ato. Për çliruar popullin e tij, Mo duhet të mbështetej tek Zoti dhe të ndiqte planin e tij. Po, edhe kjo është. Le të shohim nëse tastiera ka një varg për ne sot. Zoti është forca ime dhe mburoja ime. Zemra ime ka pasur besim tek ai edhe unë u ndihmova. Psalmi 28:7a.
Pra, ne mund t'i thrasim Perëndis që t'na ndihmoj dhe të ndjekim drejtimin e tij kur e dim se nuk mund ta bëjmë. Një lloj si mo. Sa mirë. Pra Liza, ti ke të drejtë. Ti nuk je që forca të bësh çdo gjë që të kërkon Perëndia. Një lloj si mo. Por si me mon, Perëndia mund të t'jap forcën për të bërë atë që ti kërkon. Nëse i lejon Perëndis të jetë forca juaj, edhe ndiqni drejtimin e tij, do të habiteni për atë që ai mund të bëjë nëpërmjet jush. Dhe Wesley, ti kërkove një seri të Joy të vogël. Dhe e po ja dole. 2-1. Pa shik të simpatikun. A e diti që historia e mos mua më kujton shumë historinë e Mojsiut në Biblën tonë, a? Po, tani që e përmende ti, por ishte paksa ndryshe, sipas mënyrës perëndimore. Jahu. E po, kjo ishte gjithë koha që kishim për sot. Kujtoni, Zoti ju ka bërë të veçantë. Dhe ai ju do juve me të vërtet shumë. Mirupafshim! Singing hi-yi, yippee-ki-yo, standing high and looking low. Singing hi-yi, yippee-ki-yo, he's not that big, we know. But man, that boy can throw. The boy that we call Mo. Oh, the river turned red and the mayor wouldn't listen, and the prairie dog spread and he still wouldn't listen, and the grass moose came and the mayor wouldn't hear it, and the cattle fell dead and he still didn't fear it, and the pimples came up in every dimension, and the wind blew in, still he wouldn't pay attention. Oh, when the ducks go quack, a wacky, wacky, whack, and the owls say hoo, a hoo-doo-you, and the stars shine bright in the Rocky Mountain night. You know it must be love. La ta da ta da. Ç'kemi fëmijë të dashur, mirë se erdhët te perimet. Unë jam Bobi Domatja. Korse, unë jam Leri Kastraveci. Ne jemi këtu për... Ke ndonjë gjë për të thënë, Leri? Jam mirë, Bob. Po ti nuk dukesh mirë, Leri. Po çfarë është ajo që ke mbrapa? Oh, asgjë. Jo, është diçka mbrapa teje, Leri. Çfarë është? Çfarë po ndodh me ty, i dashur? Oh, Bob, jam në një telash. E shekta? Është një... Qenush. Ky është një qenush, Bob. E një babajnë tim? Flet për astronautin? Po, astronautin. A i do qenushët, Bob, sa qefi ka. Ke qenë njerë në një shipshiwana? Në Indiana, the? Komuniteti Amish, më duket. Po, a i është. Është plot me shfaqe. Ata çmenden për to. Po, që lidhje ka kjo me urithin, a? Baba im shkoj në shipshiwana dhe solli këtë lloj qenushi. Kaloi 3 javë për t'i bashkuar pjesët. Ai e do këtë qenush. Kur të rreq bishtin e tij, i nxjerr gjuhën jashtë dhe kap gjëra. Prej grepi japse. Po, ku është problemi? E prisha, Bob. Desha të shikoja sa herë mund ta nxirrte gjuhën jashtë në 1 minutë. Isha tek e 48 kur ndodhi kjo, Bob. O, zot. Po, çfarë të tha babai ty? Ai nuk e di dhe nuk mund t'ja them. Ai e do këtë qenush, Bob, dhe e kam frikë se ai nuk do më doj më. S'mund të shkoj në shtëpi, unë s'mund të shkoj më në shtëpi. Wow. E di, kjo më kujton një letër që sapo mora, Leri. Nga ta dia, unë që do e thoje këtë gjë. Është shfaqja jone 27. Prit kujtohem, ishte nga Felix Rosenwinkel, nga Greenhill, Iowa. Tani Felix i thot se ai e di që Zoti nuk do që ne të vjedhim, por ai gjithsesi vazhdon që të vjedh gjëra. Ai tani ndihet keq për këtë, por nuk mendon se duhet kthehet prapë në kish. Ai mendon se Perëndia nuk e pëlqen më atë. O, Felix, kjo është më keq se të thyesh qenushin e babit. Çfarë do të bëj ai, Bob? Më thuaj çfarë do të bëj? Ai më duket do të dëgjoj historinë e djalit plankprishës, Leri. E kam dëgjuar. Pa jo, shumë e shkurtër. Ne kemi një DVD të tërë të mbushur. Nuk është e shkurtër nëse e tregon kështu, a? Felix, është koha të shkosh për një vizitë tek magjistari i Ozit. Mund ta rregulloj dhe qenushin tim? Mblidhe filmin. Babi, o babi, eja tutu, nëzito shoku.
Ç'më gjeti Tutu? Ti duhet të jesh qeni më ngadalë në Kansas. Babi! Ej, e ke parë babin tim? Jo tani, Darby. Zonjusha Pupsi ka shumë etje. Por unë... Ja, zonjusha Pupsi, pi tani. Mos u pi xheloze, Francin. Të erdhi dhe tyrada. Si është fija e mëndafshit? Pa thuaj se është pjekur. Mrekulli! Ej, e keni parë babin tim? Duhet t'i tregoj aty? Jo tani, Darby. Duhet të përgatis patjetër fijet e mëndafshit. Do kemi një bollëk të madh të korrësh këtë vit nëse do arrijmë ta sjellim në kohë. E mos harro të kontrollosh atë letrën higjienike. Babi! Oh, Darby, çfarë ke? Shikoje këtë, babi. Vendi I Ozit? Po, është një park lojrash ku Bobi Bernard shkoi ndërsa vizitoi kushërinë e tij javën e fundit. Bobi tha që ata kanë këtë trenin fluturues që shkon kokë poshtë dhe një nga ato kështjella që tundet. Më kupton, babi? Wow, po më duket goxha vend. Por është shumë larg. Kam frikë se nuk kemi aq para. Jo, unë kam menduar të gjitha, babi. Ne kemi atë arkën si derkuc apo jo? Ti the që parat po I fut aty për mua. Jo, bir. Ato janë për shkollën tënde, për të ardhmen tënde. Unë nuk dua që ti të harxhosh për... Po, s'është drejt. Ej, hajde unë ndihmo pak po them. Është gati. Filli është gati. Mendoj se tani mund ta mblidhni atë. Ndize plaku besi. Filli është gati. Në rregull. Po ndizet. Oh, Besi. Mund ta rregullosh? Djema, ato pjesë nuk bëjnë më për këtë tani. Po si t'ja bëjmë për fillin? Duhet ta mbledhim me duar. Por ajo do shumë kohë, djema. 12 orë në ditë duke llogaritur vendimin që kemi. Vendi I Ozit? Darby, bir, më vjen keq. Ndoshta vitin tjetër. Por, ajo gjë që tundet. Më vjen keq, Darby. Ne jemi fermer. Më parë duhet të vi Korja. Nuk është e drejtë. Përse unë nuk mund të bëj atë që dua? Unë s'merrem më me këtë fermë koti. Ishte një ditë e gjatë. Ktheuni tek shtëpitë tuaja tani. Kemi shumë punë për të bërë nesër. Mblidh fillin. Uf, unë kur s'bëj gjë nga ato që dua vetë. Unë e di çfarë po mendon. Ti mendon që unë duhet isha diku tjetër, diku Mylberin. Edhe unë kam qenë sa ti. Doja të shkoja dikur... Ti the Mylber? Po si mund të shkoj unë Mylber? Pikat e ujë që ai ka pasqyrojnë diellin. Shiko, Darby, unë e kisha fjalën... Jo, vendi që unë dua të shkoj është përtej fermës. Çfarë po thua? Përtej hambarit, përmes Kansasit dhe deri tek vendi I Ozit. Sakt. Mirë po, mos harro se sa shumë baba ju të do, Darby. Ti je me të vërtet një fëmijë fatlum. How can I be lucky if I'm missing out on all the fun? Life should be a party, but the hot dog's falling from my bun. Somewhere beyond the barn, far from this lousy farm, I'll find my happiness. I'll do what I like best. Somewhere beyond the barn. Po ndryshojnë erërat. Kjo këtu nuk është Londra, apo jo? Më fal! Çfarë ka shoku? Tutu, dalo, mjaf le. Ç'kemi Bobi? Hey, Darby, të thash unë që Bobi nuk do të linte të shkoje, ha? Ai do më le që t'shkemi të, por jo këtë vit. Prej fillit? Sigurisht që jo.
Ai nuk do që ti të bësh qef. Nuk është e vërtet. Ai më do mua, më do shumë. Dëgjoj, Çoni. Dashuria ka kufejt e saj. Bëj diçka si do ti. Bëj diçka që ai se pëlqen. Pastaj shko deri ku arrin dashuria e ti. O tani o kur hutaq. Bëu i zgjuar, merr ca para dhe shko bëj pak qef. Somewhere beyond the barn, far from this lousy farm, I'll find my happiness. I'll do what I like best, with no one as my boss. No smell of dental floss out from my father's nest. I'll do what I like best. I'll go somewhere beyond the barn. Këtë duhet ta kishim bërë kohë më parë, Tutu. Tani ne do të bëjmë çfarë të duan. Çfarë stuhie? Çfarë ka shoku? Uragani! Oh, Tutu! Çfarë bën ti kur rrugës të kap një uragan? Tutu, ti nga i kanalin më ndihmo të kujtoj. Çfarë po bën? Ti shko brenda. Hajde tani, Tutu! Do të jemi të sigurt këtu, Tutu. Ne jemi brenda. A mbaroj? Shiko, shtylla e telefonit po shkon poshtë. Se një shtyllë telefonit do të shkon të poshtë, kurse ne po shkojmë lart. Unë këtë se kuptoj. Bau, Tutu! Kjo shumë e çuditshme, Tutu! Aha? Tutu? Tutu, kam përshtypjen se nuk jemi më në Kansas. O, zot! Çfarë mendon se mund të jetë kjo? Shkemi! Oh, Shkemi! Ti na ke sliruar. Unë qfar? Ti e theve manqën me kasollën tënde nga qielli. Unë nuk kuptoj. Vetëm po t'ishte këtu edhe ajo, do të arrinte ta shpjegonte vetë? Shiko, është ajo! Por çfarë është kjo? Ja, erdhi! Ajo do të shpjegoj gjithçka tani. Mos është një zanë e bukur brenda atij topi të rrumbullak të madh? Jo, një zanë e bukur është ai topi i madh rrumbullak atje. Wow! Unë jam drita e ëmbla, por jo zana që të sjellë shëndoshje. Këto krijesa të vogla të rrejsin e Mançit dhe ti je në tokën e Mançit. Toka e Mançit? Të lutem, a do një meze? Jo, faleminderit. Mançit mendojnë se tire nga qielli me kasollën e shndritshme, por unë e di të vërtetën. Ishte një anije kozmike që të solli për te nga galaktika për të shpëtuar këta të mirë nga i keqi Mançi Manço. Një anije çfarë? Mançi kush? Por tani ti dhe anija jote e shkatruat atë dhe ti e heroi tyre. Zonj, ajo s'është anije kozmike. Është humor kjo. Më beso mua. Come out, little munchies, and meet the brave sailor who sailed across the stars in his rocket ship trailer. Është thjesht një humor kjo e vjetër. He crossed the white sky, past the moon's icy punch, to save dear friends from that nasty old muncher. We thank you, sir. We thank you, sir. For saving our good friends, who would have met the most unpleasant end had you not happened by in your trailer from the sky. A song about your exploits will depend.
që do të thot o shkruaj. Si e keni emrin? Darby. Darby. A mund të mendosh ndonjë gjë që rimon me Darby? Darby? A ke ndonjë emër tjetër ti? Jo, thjesht Darby. Ne do të bëjmë të mirën. His name is Darby, and he's our hero. I like my Barbie, but I'm no weirdo. Like Dana Carvey, Robert De Niro. His name is Darby, and he's our hero. His name is Darby, and he's our hero. I like my Barbie, but I'm no weirdo. Like Dana Carvey, Robert De Niro. His name is Darby, and he's our hero. He swept across the morning sky and poked the muncher in the eye. So lift him up and toss him high. Strike up the band, Darby the Kush e shkatroi manchin tim? Kush ishte? He swept across the morning sky and poked the muncher in the eye. So lift him up and toss him high. Ullën e Strike up zërë, the band, Darby the man. Ishe ti, apo jo, Mos njemi gjë? Ti do të ma paguash këtë, dhe ai qeni yti vogël po ashtu. O, këty me hiqe. Ti s'ke pse shqetësohesh fare. Nëse ai shfaqet sërish, ti thjesht hidh mbi të anjen tënde kozmike. Pra... Shkoja e ushqimit, a je i uritur? Ne kemi kokoshka. Çibuk. Do kokoshka? Faleminderit, por nuk kam shumë uri. E di çfarë? Dua të shkoj këtu. Grandiozit! Oh, sa bukur! Si mund të shkoj atje? Oh, po, të duhet i Verdi. I Verdi? Të shohim nëse është në shtëpi. Verdush! I Verdi! I Verdi? Po, Verdushi zoti Zhaba. Ai është shumë i vjetër, por ai do të drejtojë për te vendiozit. Pra, gjithçka që duhet të bëj unë është... Ndiq Verdushin plakun zhab. Ndiq Verdushin plakun zhab. Ndiq Verdushin plakun zhab. Ndiq Verdushin plakun zhab. Ju djema se shpo më fusni frikën. Shikoni, je ku është ai? Follow Jeremy Toad, happily hopping his way down the road. Follow Jeremy Toad, down to the land of Oz. Follow Jeremy Toad, he'll never stop once he leaves his abode. Follow Jeremy Toad, down to the land of Oz. Follow Jeremy Toad, corn will be planted and hay will be mowed. Follow Jeremy Toad, down to the land of Oz. Verdushi! It's time to see the wizard, the whimsical wizard of Oz. With food and rides and games galore, you'll have some fun, you'll want some more. It's time to see the wizard, the whimsical wizard of Oz. Faleminderit për ndihmën tuaj. Mirupafshim, pra kalofshim mirë. Ej ti, Kush foli? ke ndonjë libër për të qeshur? Kush është aty? Super Mario, muzik, formuese, shah magnetik, gjëza? Mjesër që fliska? Jo, prit. Dordoleci. Po jam unë, Dordoleci. Po ndonjë revist përveç ferma tona ose zoq të bukur? Po ku qëndron problemi? Si që shikon, problemi është se unë jam mbi këtë shkop ku nuk kam asgjë se çfarë të bëj. E po ti Dordoleci je, apo jo? Unë jam një çantë mbi një shkop. Unë vazhdoj të pres që një tren të kaloj dhe të më ngrej me çengel. Kështu që je pak i mërzitur? Jam i mërzitur sa po më ikën mendja. Ika nga shtëpia që të bëj pak qef. Nuk e di se si, por u vara këtu lart. Dhe isha më mirë kudo tjetër vetëm këtu jo. E po më duhet të shkoj tani. Ne jemi duke ndjekur një zhab dhe nuk di si ta ndaloj. Një zhab? Është histori e gjatë. Ne po shkojmë te vendi i Ozit. Vendi i Ozit? Vendi më zbavitës në botë. Unë gjithmonë kam dashur të shkoj atje. Ata kanë atë xhiron që të rrotullon dhe të ngjit pas muri. Pastaj pjesa e poshtë me bie në tokë. Unë vdes për atë vend. Ti mund të vish me ne. E po, ai vend është shumë i shtrenjtë dhe ne dordolecët nuk mbajmë para me vete. Paguaj unë për ty.
Unë kam shumë para. Ti e miku im i ri më i mirë. Mund të më ndihmosh të zbres? Sigurisht. Le ta shikojmë magjin. Ndigja të zhab. It's time to see the wizard, the whimsical Wizard of Oz. With moves and rides and games galore, you'll have some fun, you'll want some more. It's time to see the wizard, the whimsical Wizard of Oz. Au. Dordoleca, je mirë? I rash një muri prej metali. I re një burri prej metali? Oh, që nga të në që? Hapi sytë dhe shiko ku ecën. Unë nuk mendoj se për shkon Gjegundi. Ai është ndryshkur. Djali të në që? I ndryshkur. Gano që vaj. Qfar? Të zjej qajnë? A i do që ne të zjejmë qajnë? Unë kam dëgjuar për djem të tjilë. Gano që vaj. Zjeje vetë qajnë. Kano që vaj? A i do kano që në ti të vajt. Oh, kana që vaj. Mirë, tani po që ka kuptim. Oh, shumë faleminderit. Tani jam me të vërtet mirë. Kishe ngecur keq. Po, ç'është ajo garush dhe djali ndryshkur? Oh, unë nuk jam më djalë në fakt. Babai thot se unë jam burr. Prandaj dhe e la shtëpinë që të kërkoj aventura. Sigurisht edhe trena fluturues. Duket sikur nuk po të ecte shumë. Oh, në fakt mua shumë mirë po më shkonte. Por mbas një gjysmëore pjesa e ecjes u vjetërua. Dhe mbas një ore unë fillova të derdhja lot. Dhe kështu ti u ndryshke? E po tani që po lëviz sërish, ti do të kthesh në shtëpi. Oh, jo. Unë jam duke kërkuar aventura. A ke menduar ndonjëherë për karrierën tënde si shitës? Jo, ai që unë po kërkoj është një tren fluturues. Ne do të shkojmë diku me trenin fluturues. Tek vendi i Ozit. Shpresoj që ke marrë para. Oh, sa i lezetshëm që është çmimi. Fërkëtari që më bëri harroj të më bënte xhepa. Unë kam aq para sa të paguajmë për të tre. Me të vërtetë ke? Sigurisht që po. E po çfarë po presim atëherë? It's time to see the wizard, the whimsical Wizard of Oz. With moves and rides and games galore, you'll have some fun, you'll want some more. It's time to see the wizard, the whimsical Wizard of Oz. La 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 la, la 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 la. Dhe tani është koha e këngëve Koti të Lerit. Ajo pjesë e shfaqjes ku Leri del dhe këndon një këngë Koti. Sot, Leri dhe Bobi janë në një ekspedit fotosh, pikërisht në gjurmët e një majmuni apo gorile. Ne nuk e dim se cili më mirë dëgjoni këngën. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. Even if it has a monkey kind of shape. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. It's an ape. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. Ta shohim mos e fusim në objektiv. You can very plainly see if it's a monkey. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. It's an ape. Ja ku është, nuk e di, mund të jetë majmun apo goril. Është shumë e thjesht, Bob. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. It's an ape. Leri si jam aq i sigurt për këtë. Booga booga is not a monkey. Booga wooga, maybe it's an ape. If it's a nickel or a salad or a pillow, if it doesn't have a tail, it's not a monkey. It's an ape. If it doesn't have a tail... Not a monkey. Are you sure that's what you really mean to say? A camera has no tail. It's not a monkey. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. It's an ape. Mendoj se ka diçka të gabuar në logjikën tënde, Leri. Po ja, Bob, këtë e tha gruaja te kopshi zoologjik dhe kush jam unë që t'i them asaj që e ka gabim. Po gabisht është majmun. S'ka bisht goril. Është e lehtë fare. Por Leri, edhe balona ka një bisht. Then it's a monkey. Edhe kometa ka bisht. A monkey. Fluska nuk Then it's not a monkey. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. El goril? Fix! E dje që do e kapje. Leri, ne duhet flasim për këtë gjë. Unë nuk mendoj se ajo gruaja që po thoshte këtë gjë. Ja ku është tek pema, më ndiq. O majmun, o goril duhet jetë. I can't believe it's true. All this time I've searched for you. Snap the picture. Take the shot. We're among the lucky few. We finally did it. Photographer, we've discovered what we're after. Let me look. Is it an ape? Leri, çfarë shkatërrimi? Qenë ka majmun. Leri, kjo është një lop, edhe jo. Kjo na çliroi vërtet. Le të gjejmë të tjera tani. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. Even if it has a monkey kind of shape. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. If it doesn't have a tail, it's not a monkey. It's an ape.
Këto ishin këngët Koti me Lerin. Herën tjetër dëgjoni Bobin që thot: Leri, ti nuk ke bisht. Nuk kam? Jo, dhe as unë nuk kam, shok. Unë nuk do t'isha dhe aq i sigurt, Bob. O, çfarë po thua tani? Asgjë. Pra fëmi, më thoni, nga jeni ju? Kansas. Me të vërtetë ke? Unë kam një kushëri në Kansas. Edhe unë po ashtu. Ai duket tamam si mua, por nuk ka kasht. Si ka mundësi? Po, sa janë shanset? Atëherë, çfarë ngjyre është kjo zhaba? E ke fjalën për zhabën e verdh? Po, për zhabën e verdh. Çfarë ngjyre është ajo? I verdh. Ai është i verdh. Oh, si emri i tij. I zgjuar, vërtet i zgjuar. Ka ndonjë gjë vërtet të rrezikshme në këtë pyll? Një shoku im ka qenë dikur në këtë pyll dhe më tha se e pa një djalë nga Toledo. Ju po thoni Ohajan? Po. Po, xhaxhai im thot se pa një nga ata djemt që i bie flautit në ushtri. Një fyll? Aha. O zot, jo për ta përkeqësuar, por unë takova një shok që njihte një djalë që tha se kishte parë një kal nën Ohajan. Dhe me fyll. Dhe pela. O zot. Ohajan. Dhe me fyll. Dhe pela. O zot. Ohajan me fyll 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 dhe... Është Ohajan! Çfarë? Jo, jam Luan. Oh, Luan! Luan! Oh, ndaloni, nuk dua t'ju trëm. Thjesht jam i uritur. Një Luan i uritur? Oh, jo, unë nuk dua t'ju haju. Unë thjesht doja të luaja me ju se sa të rri i mërzitur. Më kuptoni? Pse je kaq i mërzitur? Ti je mbreti i pyllit. Po, ja që ika nga shtëpia për t'u bërë mbret. Atëherë më duke një gjë e mirë. Por në këto kohët moderne, pylli tani drejtohet nga një qeveri përfaqësuese. Tani unë jam thjesht një drejtues kuku. Buzëqesh dhe përshëndes. Plus që nuk ka ushqim të mirë këtej rrotull. Por këto pemë janë plotë për plot me lepuj dhe ketra. Po, por ata nuk më lën mua që t'i ha. Filma fëmijësh. A e dini se çfarë dua më shumë? Pambuk sheqeri. Ju lutem, shihni se mos më gjeni në pyll. A nuk shkojmë në një vend ku ka pambuk sheqeri? Se? Po, ne po shkojmë. Do të vish dhe ti te Vendiozit? Ai po i ble. Ej, qënë ka zhaba. Po ne çfarë po presim akoma? It's time to see the wizard, the whimsical Wizard of Oz. With balloon and rides and games galore, you'll have some fun, you'll have some more. It's time to see the wizard, the whimsical Wizard of Oz. Ja ku është? Vendi i Ozit. Vendi më zbavitës në botë. Tani më në fund do filloj të bëj atë që dua. Ani, bëm një gar në këtë fushën me lule. Now we see the city and it's looking very pretty and we're happy and we're hopping and the fun is never stopping. Hey, këto mua nuk më duken si lule. Po, ti ke shumë të drejtë. Këto s'janë fare lule. Këto janë qenush. Qenush? Kjo është një fushë plot me qenusha. Qenush? Unë i dua qenushet. O, sa të mirë që janë. Nuk mund të ndalojmë. Pa shikoni pambuk sheqeri, xhirot. Oh, qenushet. Vetëm për pak minuta. S'ka kohë për qenusha, ne jemi shumë afër. Ikim. Qëndroj planit. Duhet që ti qëndrosh planit. Now we see the city and it's looking very pretty and we're happy and we're hopping for the puppies without stopping. Ma duket se duhet të bëjmë një udhtim të vogël te Vendi i Ozit, si thua? A mund t'i japim trenin? Jo, ne nuk po shkojmë t'i japim trenin. Po për atë rrotullamin që gjitesh të mur, çfarë mund të bëjmë? Tashi jo, s'ka xhiro. Mirë se erdhët udhëtar te Vendi i Ozit, vendi më zbavitës në tokë.
Më thuaj, çfarë do që të bësh? E po Luani? A i do pamuk sheqeri dhe djalit të në që do trenin fluturues, ndërsa dorë do lici do ato gjërat ku rrotullosh dhe fundi bie poshtë. O, zot! Po ju, zotëri, çfarë doni? E po, unë thjesht, unë dua të bëj çdo gjë që më pëlqen. Po ti ke ardhur në vendin e dur. Por në fillim, kemi atë çështjen e pagesës financiare. Pagesës te? Çfarë? Lekët që të marrësh atë që do, ka një çmim apo jo? Oh, po. Dhe tani, çfarë të doni ju? Le të shkojmë, shpejt, Çfarë qefi që do bëjmë këtu? With the ho, you'll have fun as you go. With a ho, and a ho. Every thrill just for you. And you'll eat a lot of candy as you ride the ride so dandy. Do as much as you can stand it, then a little bit more. You'll go around again. In the blender you will blend, and the fun will never end like it did before. And you'll hop, then you'll drop. Never stop. There's no time to pause. Don't need mom or dad. They might think it's bad, all the fun you've had in the land of Oz. With a ho, fun, as we go. With a ho, and a hee. Every thrill, just for me. And we'll eat a lot of candy and we ride the ride so dandy. Do as much as we can stand it and a little bit more. Then we'll go around again and the thunder we will play. And the fun will never end like it did before. We'll hop. Then we'll drop. Never stop. There's no time to pause. Don't need mom or dad, they might think it's bad. All the fun we've had in the land of Oz. For the city! Sa bukur ishte. Por, a nuk keni nga ato kështillat që tunden kur hidhesh lart e poshtë? Biri im, po ky ishte vetëm fillimi I vendit të magjishëm të Ozit. Pas kësaj, do të kemi drithërima të tjera, efe dhe ëmbëlsira mjaft të shishme. Keni për ta parë vet. Sa mirë, le të shkojmë, çuna. Ja, tani po vi edhe unë. Ja, prit dhe pak, sa të më vi fryma në vend. Ne nuk jemi mosha jote. Ej! Unë po kontrolloj pra. Ky su hap ka. Përse nuk hapet? Oh, unë e kuptova si është puna. Thjesht duhet t'i jepni më shumë para. Qefi ka një çmim. Ti ke para të tjera apo jo? Jo. Unë nuk kam më. Ato ishin të gjitha parat. Të them të vërtetën, djema, stomaku nuk e kam dhe aq mirë. Mamaja kishte një çaj që ma jepte sa herë që më dhimbte stomaku. Më ka marrë malli për të, tani po e kuptoj. Unë do të kthehem në shtëpi, djema. E di çfarë? Mendoj se unë jam rrotulluar më shumë se ç'duhet. Prandaj duhet të shkoj në shtëpi. Treni fluturues ishte I bukur. Faleminderit, Darby. Por, mua më mori malli për mamin e babit. Shko në shtëpi, bir. Nuk ka më gjë për ty këtu. Shtëpi? Mos haro se sa shumë baba yt të do Darby. Dashuria ka kofejt e saj. Bëj diçka si do ti, bëj diçka që ai se pëlqen. Pastaj shko deri ku arrin dashuria e tij. Unë s'merrem më me këtë ferm koti. Jo, bir, ato janë për shkollën tënde, për të ardhmen tënde. Nuk mund të shkoj në shtëpi. Babaj nuk do të ma falë kur këtë që kam bërë. Nuk mund të shkoj në shtëpi. A do të më lësh dhe disa gjiro? Ti thë se mund të bëj çdo dua. Po ty të kanë mbaruar paratë, more djalë. Por ti mund të bësh çdo gjë. Ti je magjistar. Dëgjoj djalë, unë nuk jam magjistar I vërtet. Nuk ka magji këtu. Jam një biznesmen që do të ushqet. A më kupton? Por reklama thoshte se ky është vendi më zbavitës në botë. Dhe tani unë nuk po zbavitem fare. A nuk duket se është hap?
Klient të tjerë. Jo tani, djali, jo tani. Me zi pres të shoh çfarë ushqimi kanë. Ky vend qen nga shaka. Të lutem, mos e bëj këtë. Këtu duhet të kishte gallat. Të mos hy asnjëri, magjistari do vetëm parat tuaja. O e shoh, ti do të më heqësh qafe. E po, në rregull. Do të shkoj t'u tregoj të gjithëve për mashtrimin e këtij vendi. Dhe pastaj do të sigurojmë që të gjithë ta dinë. Sa gjatë, djalë? Wow! Dhe tani ti, hajde këtu, Këlysh! Këlysh! Mirë se vini udhëtar në vendin e Ozit! Vendi marrë këtues në botë! Tutu? Tutu? O, babi, më vjen shumë keq. Më ka marrë malli për babajin. Po ti, çfarë do? Dua që ta dish tani. Ta dish se çdo të thotë të jesh vetëm. Por më duket se ti po kujdesesh vetë për këtë gjë, ha? Kënaqu tani me shtëpinë e re. Jani ushtar. Somewhere beyond the barn, far from my father's arms, it's what I thought was best. Didn't see how I was blessed. Now I'm somewhere beyond the barn. Si mund të tregoj shaka i shqipamen? Edhe punëtorët e babit time kanë më të lehtë se këtu. E gjeta, do të kthem tek babai dhe do të kërkoj të punoj për të. Nuk meritoj më të jem djali i tij. Mund të më punësoj tek ferma ati. Tani si do dalë që këtu? Ndoshta unë mund të të ndihmoj. Çfarë? Hey, ç'kemi? Si po ja kalon? Po ju si më gjetët mua? Duhet të falenderosh dërkucin tënd për të. E po, si mund të nxjerrim ne që atje? Na duhet një helikopter, një 200 metra kabël çeliku dhe 1 kile e gjysmë margarinë. Unë po kontrolloj xhepat. Jo, prit. Dritarja ka një kyç. Unë nuk po e hap dot këtë. Ej, unë kam një ide. Më zhvishni mua. Ha? Më zhvishni mua. Jam plot kasht. Nxirrni gjysmën e kashtës dhe mund të më shtyni midis hekurave. Me të vërtet, kjo funksionon. Kjo ide nuk më pëlqej fare. Kjo sigur të kutulis. Mirë pra, tani më shtyni. Merrem unë me kyçin. Ndjem pak si trullosur. E hapa. Tani shtyeni dritaren. Shtyeni. Jo, prisni. Tortoleci. Shpëtova nga hunda. E po, si do të zbresim tani? Hey, grumbulli i kashtës, ne mund të hidhemi mbi të. Ai nuk është grumbull kashte, por jam unë. Oh, ke të drejtë. Bezdisesh nëse hidhemi mbi ty? Patjetër. Unë jam një angjëll. Ti shpëtove, Darby. Bukuri, do na duhet të ngjitemi përsëri tek dritarja. Për mbrojtjen tonë, nuk mendoj se qeni na shpjegoj situatën plotësisht. A mund të më ndihmoj dikush sepse kashta ime është përhapur gjithandej? Kjo funksionon. Kthej! Ushtarës! Kthej! Kaloni ti ku jeni? Kthejni brava! Kuptova se ju hoqa qafe! Po ideja tjetër? Provojmë derën për bashkë. Kapini ata ty, kapini! Tani e psove edhe ti. Për ty edhe miqtë e tu, do t'ishte më mirë tek ajo skutë.
Mos po tretesh gjëti. Ja, por jam lagur I tëri. Po përse për e këte, unë nuk do të lëndoja, jo. Chester, po ku ke qënë? Nuk të kemi parë gjëkundi gjatë gjithë ditës? Mami? Po përse këta miqtë tu janë veshur si ushtar të këqij? Po do la pyet përse ishte plot me këta manxhit? Bën mirë të gjesh shpjegimin e duhur për këtë djalosh. Por unë nuk tem. Djema, ulini ato leckat, unë të nxjerrni syt me to. E po do flasim më vonë për këtë. Vrap në shtëpi, Chester, dhe mos harro që duhet të mbarosh paketimin. Ne po shkojmë te kushëriri yt Bobby në Kansas. Atëherë jo mund të shkoni. Mua më falni. Ne do të shkojmë në shtëpi! Ne do të shkojmë në shtëpi! Ura! Po ti nuk do të shkosh në shtëpi, Darby? Por unë nuk e di se si të shkoj. O, sa bukur po vjen Zana, shikoj pak. Erdi. Ti do të shkosh në shtëpi apo jo? O, sa shumë dua. A më çon dot ti? Jo. Por unë kam diçka që mund të ndihmoj, Darby. Po për tutun? Dhe për tutun. Ti nuk do t'i qosh me atlet e garash, apo I kam gabim? Jo, qëtu a kështu. Jo solla për sërtanin tuaj kozmike. Oh, shkëlqyeshëm. Tani e hyni këtu brenda. Mos u shtymi mirë. Mirë, po tani? Është tani jote, ti duhet ta dish. E di unë, thjesht thuaj, dua të shkoj në shtëpi, klik, klik, Zonj? Më beso mua. Dua të shkoj në shtëpi, klik, klik, klik. Wow! Faleminderit për ndihmën. Do të më marr shumë male për ju. Me të vërtet, kjo funksionon. Nga nuk kërkuam në një zonë prej 100 kilometrash. Darby nuk po duket gjëkundi. Darby? Unë do t'ju them, babi, Zoti Ogill, fermeri Ogill zotëri? Darby! Po pyesja vetën nëse mund të më gjejë një punë, nëse mund të punoja për ty? Darby! Fermeri Ogill zotëri? Po pyesja vetën nëse kishit nevojë? Darby, mrekullia ime. Babi, unë mund të punoj. Mrekullia ime, mrekullia ime. Mos rikot aty. Merë një tort, mirakullore. Shko merë me qira një nga ato kështjellat që lëkunden. Ne do të bëjmë një fest. Ho, mirë! Mezi po pres! Do t'i sjell me një herë! Unë nuk po e kuptoj. A nuk u largua I dhe I shpenzoi të gjitha parat që kishte me vete? Mrekullia ime kishte humbur, por tani u gjend. Për mua kishte vdekur, por tani është përsëri gjallë. Eja në fest! Në rregull. Babi, më vjen shumë keq. E di, Darby, e di. Çdo gjë në rregull. I love you today, I love you tomorrow. I love you as deep as the sea. I love you in joy and I love you in sorrow. You can always come home to me. You can always come home, always come home, always come home to me. Unë të dua, shpirti im. Edhe unë të dua, burri I madh. Bob, jo ishte mbyllja më e lumtur. Jam I lumtur që të pëlqeu, Leri. Ai bëri xhiro dhe tek lëkundësja. Po, çdo gjë shkoi mirë. Le ta shohim përsëri. Unë nuk mendoj se kemi kohë për këtë, Leri. Ne jemi këtu tek tastiera që të flasim për atë që mësuam sot. Life's too long, God has a lot to say. A mund të shohim vetëm fundin? Jo, Leri. This word is for everyone. Now that our song is done, we'll take. Po për ato pjesët më të mira? Leri, ne duhet ta mbyllim shfaqjen tani. Më fal, a mund ta shoh me zëtullët? Jo!
Darby mori paratë e babit dhe u largua nga shtëpia, sepse mendoi se do të ishte më i lumtur. Por largimi nga shtëpia nuk e bëri më të lumtur dhe pas asaj që bëri ai kishte frikë që të kthehej, i trembur se babai nuk do ta donte më kurrë. Po, ç'lidhje ka me ne kjo gjë? Dëgjoj, historia e djalit plankprishës tregon se sa shumë Perëndia i do të gjithë. Jezusi e tregoi këtë histori për të na mësuar diçka rreth Perëndisë. S'po më kuptoke, Bob. Le të shohim nëse tastiera ka një varg për ne. Shikoni se ç'dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi të gjithë bijë të Perëndisë. I pari Gjoni 3:1. Babai i Darbit në histori është si Perëndia, kurse Darby ai është si Feliksi, edhe si të gjithë të tjerët për këtë çështje. Ajo që na thot Jezusi në këtë histori të shkurtër për një baba dhe për një birë është se dashuria e Perëndisë nuk ka kufi. Ajo vazhdon përgjithmonë, pavarësisht asaj që ke bërë. Pavarësisht sa shumë je larguar, gjithmonë mund të kthehesh tek Perëndia. Edhe kur ai ju shikon që po ktheheni, ai do t'ju marr hopa edhe do t'ju përqafojë pa u ndalur. Po, mirë. Po, përsa i takon babait tim dhe qenushit? Dëgjoj, Leri, baba yt e do Perëndin të do edhe ty gjithashtu. Mendoj që ai do të tregojë ndaj teje të njëjtën dashuri. Oh, mirë, sepse dje po luaja me kameleonin e tij. Ndoshta duhet të tregohesh pak më i kujdesshëm. Mos. Dëgjoj, Felix, ti mund të kthehesh gjithmonë tek Perëndia. Ai mezi pret të shikoj. Bani mend, fëmi. Perëndia ju bëri të veçantë. Dhe ai ju do shumë, 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 pavarësisht se çfarë ndodh. Do shihemi herën tjetër. Mirupafshim. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Skies are blue. The dreams that you dare to dream really do come true. Ka të drejtë. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Goodbye, clouds. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. There they go now. Birds fly over the rainbow. Why?